Një ngjarje e pazakont ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale, ku Genard Hajdini, një personazh tashmë i njohur për publikun, ka sfiduar rregullat e institucionit ku po qëndron. Përmes një videoje në Instagram, ai është shfaqur nga ambientet e spitalit psikiatrik, duke komunikuar hapur me ndjekësit e tij. Renata, që jam te psikiatria. Na fullën prapë, edhe mua e sonitën. Fullën sonitën më tepër të kurorën e sonitën, po të rasta do të kurojmë edhe ty tha. Me çfarë halli kam unë vëllai, jam rregull, vetëm se më shoj Instagramin. Na fullën shteti, shteti mreti shteti. Ande nga Surrey, kuptoj apo? Çfarë do bëjmë tash? Do bëjmë një xhinge? Bëjmë gallat. Hajde, psikiatri. Prapë psikiatri, apo si Tiranë Durrës psikiatria, kuptoj apo? Hajde vajte ardhje. Çdo 2-3 javë psikiatri. Çfarë po më javë, jeni interesi apo se interesi? Shtrimi i vëlla e motër u krye sërish dje pasi ky i fundit publikoi sërish në rrjetet sociale të motrën gjysmë lakuriq. Genardi është kthyer në një fenomen viral kohët e fundit, shpesh duke u bërë protagonisti memeve dhe videove satirike. Megjithatë, dalja e fundit nga një ambient spitalor ka rihapur diskutimin mbi kufirin midis argëtimit publik dhe nevojës për trajtim të duhur shëndetësor. Pavarësisht rrethanave, ai duket se nuk e ka humbur dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes, duke treguar se fama e tij nuk njihet mure, qofshin këto edhe ato të një spitali.